e shiroj Agasin nga masa e arrestit si person në hetim. Nuk ka më masa arrestit për Agasin. Kështu që gjithçka po shkon drejt konsolidimit të narkoregjimit dhe janë vetëm shqiptar, qytetar shqiptar, që do marrin fatin në duart e tyre. 22 marsi është dita e kryengritjes më të fuqishme paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë historinë e saj. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar në rrugë dhe sheshet e Tiranës të tregojmë revolten, zemrimin për çmimin ton ndaj këtij regjimi. Faleminderit. Klajdi Bodë, Syri Televizion. Zoti Berisha, moskalimi i raportit të IBAR ka lidhje me mosvotimin e imunitetit të zonjës Balluku apo me çështje tjera? Keni ju informacion në lidhje me? Në fakt, në qoftë se i Malit Zi u votua dhe u mbyll, siç e keni marrë vesh, i Shqipërisë mbetin klasë, mbetin shqyrtim, sepse një seri vendesh ngritën një seri pyetjesh. Një seri pyetjesh shumë serioze. Të lidhura parazithash me imunitetin e Lubi Ballukut, me Akshin, me mediat, me krimin dhe një seri problemesh tjera. Pra, Mali Zi u votua. Shqipëria nuk u votua, sepse vendet partnere, vendet antarë të Bashkimit Evropian, jo partnerë, vendet antarë, kanë bërë një seri pyetjesh dhe presin përgjigje. Berisha, ditën e djeshme në mbledhjen kryesisë është vendosur hapja e garës për kryetarin e Partisë Demokratike. A konfirmoni ju pjesëmarrjen në këtë garë? Urdhë? A konfirmoni që do të jeni ju një kandidat në këtë garë? Ndihmoni? A konfirmoni që do të jeni ju kandidat në garën e 23 majit? A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë të pyetje? Kaq, përgjigje. A bjen ndesh me statutin, me nenin 46.8 të statutit Partisë Demokratike, nenin e quajtur nga ju, Neni Basha, pjesëmarrja ju në garë? Ka lidhje, po, shumë bukur. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Në qoftë se ka një realitet absolut të padiskutueshëm, është zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'jap dorëheqjen. E kam thënë dhe ta them. Farsa elektorale është tjetër. Është detyrë të luftoj diktaturën pastaj. Duhet të luftoj dhe ne e bëm luftën tonë dhe po e bëjmë në kuptimin që ne farsë elektorale ishte 21. Ta them unë. Po absolutisht. E kam shkruar dhe i qëndroj 100%. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Po ai zotëria e kishte mendjen koalicion të madh me Edi Ramën. Nuk kishte mendjen të mbronte votën e qytetarëve shqiptarë. Kjo është e vërteta. Dhe unë ja thash atij, të nesërmen, kjo është farsë. Ne duhet mbrojmë votën e shqiptarëve. Pse është farsë? Dhe mos harroni 21-shin, Edi Rama nuk kishte arrestuar liderët e opozicës në vitin elektoral. Në 21-shin, Edi Rama nuk dha 100 euro në mes fushatës elektorale. Në 21-shin, Edi Rama nuk fali 2 miliard euro të kredit para zgjedhjeve Gjoba dhe Kamata. Në 21-shin,
Edi Rama nuk licencoi 28.000 hektar mbjellje kanabisi. Në 21-shin pra, nuk organizoi 4.530 evente në periudhën parazgjedhore. Por, bëri aq sa mjaftueshëm sa të deklaroj që vota vdiq pa hyrë në kuti. Pse? Dha 130 milion euro disbursime nga thesari i shtetit në kontot e 10-12.000 familjeve për dëmet në remetimet e dëmeve të tërmetit. E kjo ishte mjaftueshme. E bëri këtë në muajin prill. E bëri 90 milion i dha në muajin prill, 40 milion i dha në muajin mars, pra e bëri në prag fushatës. Dhe kjo është e mjaftueshme. Përveç të tjera është sistemit patronazhistëve e tjerë me bandave të tjerë të cilat ishin aktive. Pra, edhe njësë. Po problemi është se ti duhet ta faktosh. Dhe ai që ishte para meja, ai nuk ishte normal ta faktonte, nuk i interesonte sepse kishte nda pushtetin me Edi Ramën, kishte bashkem në ndarjes pushtetit. Kjo është e vërteta. Një grup pune me 10 antar me në krye Gazmend Bardhin për të parë ndryshime të mundshme statutore në kuvendin e 6 qershorit. A do t'jetë një prej neneve që të ndryshoj neni 46.8 jashtë të quajturi nga ju neni Basha? Ai nen nuk kap se të psoj asnjë ndryshim. Ai bën fjalë për zgjedhje. Dhe unë edhe njerë mund t'u them. Njerë, në radhë parë, ndryshimet e statutit janë një proces normal para çdo kuvendi. Në çdo kuvend se ka propozime, vijnë propozime të ndryshme dhe je i detyruar të shqyrtosh ato. Kjo një anë. Ana tjetër, ai nuk ka pse të ndryshoj, sepse ai thot zgjedhje. Dhe zgjedhjet ka një gjë. Nuk janë vetëm një, domethënë, vlerësimi i tyre nuk është vetëm kombëtar, vetëm politik nga partit. Ka vlerësim ndërkombëtar. Të jap një shembull unë ty. Zgjedhjet e vitit 2009 u vlerësuan, thuhet me raportin, këto zgjedhje plotësuan kriteret kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve dhe kjo ishte merite e tyre. Kurse po t'jap raportin po t'jap dy konkluzione, Këshilli i Europës u shpreh se në Shqipëri duhet në këtë zgjedhje duhet të ndahet partia nga shteti. Kaq mjafton, pra zgjedhjet janë në kushtet e partisë shtet. Çka? Nuk bëhet fjalë më për zgjedhje, po për fars. Apo në Parlamentin Evropian, siç e dini ju, kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian që vëzhgoi zgjedhjet konkludoi se në Shqipëri krimi i organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Atëherë pra nuk ishin zgjedhje në fars. Kështu që ky nuk mendoj unë, nuk duhet të preket. Grupi i punës e sugjeron ndryshimin. Po nuk besoj të sugjeroj asnjë ndryshim, sepse grupi i punës ka, ne jemi në njëjtin koncept, aty janë bërë propozime të tjera, kurse ky është shumë normal. Humbja e zgjedhjeve në kushtet e zgjedhjeve që respektojnë standardet ndërkombëtare, absolutisht ai që drejton duhet largohet. Do huazoj dhe një pyetje nga kolegët që është bërë gjatë tyre ditëve pas vendimit të kryesisë, ku kanë pohuar se garimi juaj sërish për kryetar të Partisë Demokratike ka vdekur rithemelimin. A vdiq rithemelimi që në 2021? Kush e thot këtë? Janë disa analistë të themi. Jo, nga zyra e Edi Ramës, këto më thu mua. E thashë në fillim që është nuk është pyetje ime, është e huazuar. Prit, s'ka gjë, nuk e kam problem unë atë.